Muhamet Nureddin Malsori, lindur e 4/10 i 1955, rënë në betejë 4/12 i 1998. Muhamet Malsori, intelektual, luftëtar e rapsod i njohur, bashkëpunëtor i ngushtë i profesor Ukshin Hotit, themelues i Këshillit të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për fshatin Krushë e Madhe, bashkëluftëtar i Xhelal Hajdestonit e i Selajdin Mullabazit Micit, bën pjesë në plejadën e personaliteteve më të njohur e më të rëndësishëm për organizimin e rezistencës armatosur në fshatrat e Anadrinit e Mëgjer. Është i lindur në fshatin Krushë e Madhe, në familjen e Nureddin Malsorit, jo larg Oxhakut dhe Konakut të Hotëve, që tradicionalisht ishin të lidhur me krerët e rezistencës armatosur dhe të luftës kundër çdo pushtuesi. Shkollën fillore Meti, siç e quanin kur ishte çapkën, e mbaroi në vendindjen e Bajram Curit, në shkollën që me dekada mban emrin e patriotit të madh të lindur në këtë fshat të Anadrinit. Plaku Nureddin Malsori me etje dashuri të madhe që i birit i bëhet si Ukshin Hoti. Vendosi ta ndaj prej punëve bujqësore dhe regjistron në vitin e parë të gjimnazit në fshatin Rogov të Hasit e pastaj e dërgon për ta vazhduar gjimnazin në Prizren. Pas përfundimit të gjimnazit, regjistrohet në Fakultetin Filozofik, dega filozofi sociologji dhe studion nën përkujdesin e profesor Ukshin Hotit e krah studimeve, merrej edhe me punë hulumtuese shkencore e më vonë edhe me publicistik. Gjatë studimeve bashkëvepron me shokët e idealit, të cilët nuk ditën se sa mjafton të kontribuosh për Kosovën, për lirinë e saj, për shtetësinë dhe për bashkimin e trojeve shqiptare. Ishte i pandashëm me Mensur e Osman Zyberajn, me Bedrush e Fehim Gashin dhe me Jet Hasanin, dëshmor i kombit, veçanërisht me Jetën, me të cilin qëndron në Shqipëri më vitin 1996. Edhe pse kishte prirje për punën shkencore, shpirti ja donte më shumë artin e sportin, veçanërisht këngën popullore, por njëherë quhej edhe si sportist i dalluar i Anadrinit lojtari i KAE, bashkimi. Gjatë qëndrimit në Prishtinë si student, antarësohet në shoqërinë kulturore artistike Ramiz Sadiku, pranë qendrës universitare e më vonë, kalon si solist në shoqërinë Bajram Curi të Prishtinës, ku shuhet si rapsod i fuqishëm për të kënduarit solo, rapsodi solistike. Si ardashës themeloi shoqërinë kulturo-artistike Bajram Curi në Krushë të Madhe. Bashkëpunon me Arif Vladin, Enver Shëngjergjin dhe Kol Susajn dhe më 1990 e një publikon një album këngësh që karakterizohen me begati motivore në tekste e melaryshi melodike. Këndonte për Grykën e Kaçanikut, për Idris Seferin, për Sef Kosharen, për Dibrën e Pëlumën, publikon kasetën Dibër e Lum janë quë në këmbë. Më vitin 1980 e një merr pjesë aktive në organizimin dhe përgatitjen e demonstratave. Merr pjesë në krye të demonstruesve dhe arrestohet, mirë po në mungesë të fakteve, lirohet prej përgjegjësisë, por pushteti serbo-komunist nuk e lë të qetë edhe pas lirimit, prandaj për herë është i fokusuar, veçanërisht pas burgosjes së parë të profesor Ukshin Hotit, të cilin e kishte idol Muhamet Malsori. Në maj të vitit 1989 Muhamet Malsori shtrin aktivitetin në përfshatrat e Anadrinit, ndërsa në janar të vitit 1990 gjendet në demonstratat e flakës e janarit dhe përballon vdekjen heroike të dëshmorëve të parë të Anadrinit, të cilët ishin nisur prej Krushës së Madhe në drejtim të Rahavecit dhe binë në mbreshërinë e policisë jugoslave në Grykën e Brestosit. Veçanërisht e dobësoi rënja e Nesimi Elshanit me Agron Fetaun, Halim Hotin dhe Hilmi Krasniqin. Por edhe pas kësaj ngjarje ndër më të rëndësishme në historinë e rezistencës për fshatrat e Anadrinit, Muhameti nuk ndalet. Zgjeron veprimtarin Kadrinasi, Ishrat Kofci, që të lidhet me Smail Latifin dhe Kaq Ndresa, Ishran Dubrav, që të lidhet me Nahit Hasanin, të cilët i çmonte sa edhe prof. Ukshin Hotin e Jet Hasanin. Policia serbe i bjen sërish në gjurmë dhe fillojnë ndjekjet edhe më të mëdha ndaj Muhamet Malsorit. Mirëpo çlirimi i Kosovës dhe bashkimi i trojeve shqiptare ja merrnin anën. Prandaj Muhameti nuk ndalet asnjëherë se vepruari. Më 1997, duke udhëtuar për në Besjan, maltretohet dhe rahet keq nga policia serbe. Mirë po lirohet në mungesë të provave. Në mars të vitit 1998, me të dëgjuar krismat e jasharëve në prekas të Drenicës, Muhameti kërkon udhështek që të shkojë në Glogjanin e Haradinajve, pasi që në përfshatrat e Anadrinit flitej se aty gjendet Xhelal Hajda, toni i Rahavecit. Bëri 2-3 përpjekje për të depërtuar në Glogjan, mirë po nuk arrin që të takohet me tonin. Prandaj përpiqet që me çdo kusht ta gjejë Mensur Zyberaj. Pas kontaktit të parë më 28 prill të vitit 1998, Muhamet Malsori merr detyrë që t'i bashkojë grupet e armatosura të veprimtarëve në përfshatrat e Lugut të Brestosit dhe të formohej një kompani, ndërsa vetë qëndroi në krye të Këshillit Koordinues të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Këtë detyrë e kryen së bashku me Ismet Gashin dhe Ragip Hotin. Me ardhen e tonit e të Micit në fshatin Drenoc të Anadrinit, Muhametit i konkretizohen detyrat dhe kështu ushtria çlirimtare e Kosovës zë të shtrihej prej Drenocit
ka Gardhishi në drejtim të Hasit, dhe prej Drenoci ka Raveci në drejtim të Therandës dhe të fshatrave të Anadrinit. Tani Muhamet Malsori ndjente mungesën e Prof. Ukshin Hotit dhe të veprimtarit Nahit Hasani. Në marrëveshje me Xhelal Hajdën Tonin, Muhameti donte që këto mungesa t'i kompensonte me Smail Latifin e Drinasit dhe Dervish Çadrakun e Malsisë së Anadrinit. Bërthama e armatosur e Krushës së Madhe funksiononte sipas instruksioneve të shtabit operativ rajonal të Anadrinit që vepronte në Drenoc, ndërsa Muhamet Malsori i koordinonte veprimet rreth shtrirjes dhe zgjerimit në përfshatrat Brestos, Hoçe Vogël, Nagac, Celin, Fortes, Xërgj, Qëndres, Reti, Apterush. Çdo gjë i funksiononte sipas planit të hartuar me kohë dhe të aprovuar në Këshillin Koordinues. Mirpo betejë e Ravecit shkaktoi tronditje të mëdha në fshatrat e kjo u hetua edhe në fshatrat e Anadrinit. Prandaj Muhamet Malsorit ju imponua nevoja që të merret me strehimin e banorëve, që kishin braktisur Ravecin dhe qenë vendosur përreth Krushës së Madhe. Vepronte në ngritjen e moralit të popullatës së dëbuar prej Raveci dhe ushqente me informata shtabin operativ lokal të batalionit të Ravecit. Ditët e fillimit të gushtit, Muhamet Malsori është së bashku me Xhelal Hajdën Tonin e me Selajdin Mullabazin Micin. Merr pjesë në hartimin e planit të ridepërtimit të luftëtarëve të Ravecit sërish në Ravec, por prej pjesës jugore, prej Celinës, prej Fortesës, prej Brestosit apo edhe prej Hoçës së Vogël, për në destinacionin rrihjet e Ravecit. Mirë po lodhja nga njëra anë dhe dobësimi i logjistikës në anën tjetër e detyrojnë Xhelal Hajdën Tonin të deportojnë në Shqipëri, duke lënë Muhamet Malsori me tërë Këshillin Koordinues që si profesor, njëri me ndikim të veprojnë në mobilizimin e të rinjve, të bashkëveprojnë me fshatrat Nagac e Celin dhe t'i vendose në përkonaqet e Anadrinit luftëtarët e lirisë që shkonin për armatim në Shqipëri apo që ktheheshin prej Shqipërie. Më 22 shtator në fshatin Piran të Anadrinit, Muhameti takohet sërish me Xhelal Hajdën Tonin dhe Selajdin Mullabazin Micin e Sandemit të tretë, deportojnë në Krushë të Vogël e pastaj në Krushë të Madhe, për t'i gjetur konaqet ku do të vendosen luftëtarët e lirisë që kishin ardhur prej Shqipërisë. Për t'i strehuar të gjithë luftëtarët e lirisë, Muhameti zgjedh shtëpinë e Malsorëve e të Gashëve në Krushë të Madhe, por edhe të Haxhin Nureddin Gashit në fshatin Nagac. Prandaj edhe pranimi i luftëtarëve të rinj nuk i bënte kasavet. Dëshironte që sa më shpejt Anadrinin ta mbulojë me forcat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtë dëshirë Muhameti shpreson ta realizojë pasi që sërish në fshatrat e Anadrinit kishin arritur Toni e Mici, të cilët vendosen në fshatrat Nagafc, Hoçe Vogël dhe të gjithë batalionet e brigadës 124, Gani Paçarizi, kazermohen në fshatin Reti shumë afër forcave serbe të vendosur në Hoçë të Madhe e Ravec. Së bashku me Tonin e Micin, sipas projektit të Ramadan Gashit të Nagacit, mori pjesë në realizimin e ngritjes së një kazerme nëntoksore në malet e qilave të Nagacit, sepse Prof. Muhameti kishte shumë shënime për qilat, për pozicionin, për shtrirjen, për konfiguracionin dhe për mundësitë që ofronin qilat për të lidhur me Nagacin, Qëndresën, Hoçën e Vogël e Retin, sidomos për mundësitë të ofronin qilat për daljen në aksin rrugor Prizren-Gjakov. Muhamet Malsori kontaktonte me popullatën dhe me persona që kishin ndikim të veçantë për organizimin e rezistencës armatosur. Karakterizohej me aftësi të mëdha komunikative, kishte gojën e bilbilit, por edhe zemrën e luanit, thoshin pleqtë e fshatrave të Anadrinit. Muhamet Malsori njihej si njeri i gojës, burri i fjalës i këngës, por edhe i pushkës. E njihte mirë Anadrinin prandaj me çdo bisedë në përodat e fshatrave të Anadrinit ishte bindës, operativ dhe racional. Pasi që e donte shumë këngën dhe mblidhte tekste për Adem Jasharin e Luan Haradinajn. Pasi që kishte punuar tekste këngësh për dëshmorët e betejës së Ravecit dhe për djelmoshat e Ukshin Hotit që ranë në lakun e dëshmorëve, në Brestos, me urdhrin e komandant Tonit shkon në Shqipëri që atje ta incizoi e xhiroi një audio kaset me këngë e videokaset me malet e bukura të Shqipërisë e me lisat e gjatë, e të kthehet pastaj për t'u emituar kasetat luftëtarëve të lirisë. Përveç kësaj kishte për detyrë që të takohet me Fehmi Hotin, veprimtar nga Krusha e Madhe që aso kohë jetonte dhe vepronte në Tiranë. Kolonel Toni ja lejon udhëtimin dhe profesor Muhameti niset në javën e parë të nëntorit. Udhëton së bashku me kompaninë Stuhia, të cilës i printe Xhavit Elshani Leopardi. Por nuk kthehet me Stuhin, për arsye se kishte mbaruar vetëm gjysmën e punëve, me të cilat e kishte ngarkuar Xhelal Hajdatoni. Detyrat që i kishte marrë për t'i kryer së bashku me Fehmi Hotin, i kishte përfunduar dhe kanë arritur në duart e Tonit. Por të tjerat që kishte për t'i kryer me Arif Vladin, Enver Shëngjergjin dhe Kol Susajn, vazhdonte për t'i mbaruar dhe partitura e përgatitur i u gjet prap trupit të Pajet, si simfoni e pambaruar. Lajmi për rënien e Xhelal Hajdastonit, Selajdin Mullabazit Micit, Hamdi Hajrizit, Bekte Shalitit dhe Nezir Ymerit, të kryqi i Apterushës më 6 nëntor të vitit 1998, i tronditi të gjithë luftëtarët e lirisë. Prandaj edhe Muhamet Malsorit në Shqipëri nuk i zihej vendi.
Dëshiron që me çdo kusht të kthehet në Kosovë, në Krushën e Madhe, t'i bashkoj luftëtarët e rinj me bërthamën e dikushme të rezistencës dhe të sajohet një front edhe më i fortë, edhe më unik. Përpjekjet për të depërtuar në Kosovë ishin maksimale, por mundësitë shumë të kufizuara, pasi që pashtriku ishte bërgardh, pasi që forcat serbe e kishin mbuluar çdo shkure e çdo shkëmb, dhe kështu Fehmi Hoti nuk kishte mundësi që ta lidhte profesor Muhamet Malsori me ndonjë grup që duhej ta thente pashtriku. E ky ishte dhjetori i Krushës së Madhe, dhjetori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhjetori i pashtrikut të egër, kur çdo gjë ishte mbuluar me borën e bardhë, por edhe me të zezën në lugun e zi të pashtrikut. Maja e Kunorës ishte mbuluar me dëborën e bardhë, e zeza në Krushën e Madhe. Atë ditë për t'u kthyer anadrinit ishte nisur profesor Muhamet Malsori me Skënder Hamelin e Hasit e me Hysni Durakun, me Sedat Hotin, me Isak Hotin, me Ismet Hotin, me Hida Hotin, me Sinan Hotin, të gjithë një zjarri me Etër Vëllezër, të gjithë student nga Krusha e Madhe, madje nga gjiri i familjari i prof. Ukshin Hotit, të gjithë ishin nisur me këngë në gojë, kallasha në krahë e indeksa në xhepa, me shpresë se në Kosovën e lirë do t'i përfundojnë studimet. Dhe në lugun e zi fillojnë pritat për djelmoshat e Krushës së Madhe e të gjithë e kënduan këngën e tyre të sprasme, por të hareshme për Kosovën e ndëruar matan Kosove. E në Krushën e Madhe u hapën plagët e 8 nënave, të 8 palë motrave, të 8 palë tezeve hallave e vetëm për 8 konache afër. Pak ditë pas rënjes së Tonit e të Micit e pak ditë para rënjes së Muj Krasniqit me 40 shok, ndërsa Beqir Gashi e Muhamet Malsori ja këndonin Ani moj shqipni mos thuj mbarova. Sot, në fshatin Krushë e Madhe të Anadrinit, në vendindjen e Bajram Curit e të titanit të politikës shqiptare ere, Ukshin Hotit, Rom Krenare bashkëshortja e prof. Muhamet Malsorit, rapsode luftëtar që mori përjetësin bri lugut të zi të pashtrikut. Kjo është zonja Miserete Malsori me fatosin ekonomist të diplomuar të cilit kjo nën ja mundsoi studimet edhe pas rënjes së tetë. Nën kjo që me punë dore rriti dhe shkolloi edhe visarin. Ta student dhe pret ta punësoj Hyrmetin, ekonomiste e diplomua. E tërë kjo bashkësi modeste familjare me 2 vëllezër e 3 motra të dëshmorit Muhamet Malsorit rritet e shtohet me krenari për të vëllan. Për bashkëshortin dhe për prindin i cili me kohë kuptoi se o tash, o kur, e thëriste Kosova, e thëriste zëri Adem Jasharit në prekazin legjendar, e thëriste zëri Luan Haradinaj. Trupi i dëshmorit Muhamet Malsori pushon në varezat e dëshmorëve të fshatit Krushë e Madhe. Aty ku më 27 janar që vendosur Halim Hoti, e tash Muhameti së bashku me Hysni Durakun, Sinan Hotin, Hyda Hotin, Sedat Hotin, Isak Hotin, Ismet Hotin, Isamil Gashin, Bekim Gashin, Dalip Behrën, Enver Durakun, Fitim Durakun, Agim Nallin, Gjemali Hotin, Shukri Hotin, Ragip Hotin e Sami, Nalli me shumë dëshmore martir të këtij, fshati të shënuar në faqet më të ndritshme të historisë së luftës së ushtrisë. Çlirimtarët e Kosovës, në amëshime përjetësi, presin ditët më të mira për Kosovën dhe tërë shqiptarinë.